A keni menduar ndonjëherë nëse aktet tuaja të vogla të mirësisë kanë vërtet rëndësi? Kjo histori prekëse zbulon ndikimin e tyre të thellë. Një burr i pasur ishte i sëmurë rënd, me mjekët që nuk ofronin asnjë shpresë. Pastaj u shfaq një i ri, duke ofruar kujdesin për të, plotësisht falas. Burri i pasur, i hutuar, pyeti pse. I ri u zbuloi: "Unë jam fëmia që dikur e ndihmove me një copë bukë dhe një batanie. Kam ardhur të ta shpërblej nga zemra." Burri i pasur qau, i path të kujtonte aktin. Megjithatë, zemra e djalit nuk e kishte harruar kurrë. Kjo histori e bukur na kujton: asnjë akt mirësie nuk harrohet kurrë vërtet. Ndjell një far në zemrën e dikujt, duke lulëzuar kur më pak e pret. Çfarë akti të vogël mirësie mund të ofroni sot? Ndani këtë histori për të frymëzuar të tjerët dhe le të përhapim dëmshuri. Mirësia juaj krijon një trashëgimi të qëndrueshme.